الصلاة والسلام عليك. صلوا على رسولنا محمد، صلوا على شفيع ذنوبنا محمد، صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاد شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، ورجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والعبد راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. Të nderuar vëllezër besimtar, antar të Islamit madhështor, më lejoni fillimisht që në këtë ditë madhështore të javës, në këtë ditë xumaje, të falenderojmë dhe të madhrojmë Allahun e lartësuar, krijuesin e qiejve dhe të tokës, dërguesin e pejgamberëve, paqja dhe mëshira Allahut qoftë mbi të gjithë ata, të cilët i madhi Zot i dërgoi me argumente të prera dhe dëshmi të qarta për të vërtetuar ekzistimin e Allahut xhalla xhelal. I jemi tepër minjohës Allahut për të gjitha mirësitë, begatit që na i dhuroi, por atë e falenderojmë në mënyrë të veçantë nga thellësia e zemrave tona, që i madhi Zot na e bëri të mundshme që në këtë jetë të jemi antar të Islamit madhështor. Salavatet dhe selamet më të përzemërta në këtë ditë madhështore ja dërgojmë dhe ja përcjellim pishtarit ndriçues, krijesës më të dashur tek Allahu, Muhammedit alayhi salatu wassalam. Qoftë pra shpëtimi, begatit, mirësitë e Allahut mbi Muhammedin alayhi salatu wassalam, familjen e tij të pastër dhe të ndershme, ashabët e tij dhe të gjithë ata të cilët e ndjekën Muhammedin alayhi salam dhe sot e ndjekin dhe do të ta ndjekin deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtar, ne sot do të jetojmë disa çaste dhe do të marrim disa frimë në hijen e fjalës madhështore të Allahut. Do të mundohemi që të sqarojmë dhe të shpjegojmë ajetin e lartësituar, citatin kuranor që ndodhet në kapitullin Tahrim, ajeti 6, ku i madhi Zot na e bën me dije, të nderuar vëllezër besimtar, se
ne në këtë jetë kemi obligime, kemi përgjegjësi. Dhe secili njeri shiquar pra në prizmin islam, shiquar pra në pikvështrimin kuranor dhe pikvështrimin e profetit alayhi salatu wassalam, ka obligim, ka përgjegjësi në këtë jetë çdo individ, çdo person. Andaj tema jonë poshtë do të jetë dhe është e titulluar me emërtimin obligimet apo përgjegjësitë që i kemi në këtë jetë kalimtar. Dëshira e Allahut ishte që ne të vim në këtë jetë, përjetojmë çastet e jetës. Dhe i madhi Zot ne ka përgatit gjitha kushtet, rrethanat, mundësitë që ne të jetojmë në mënyrë të dinjitetshme, të jetojmë komod në këtë jetë kalimtar. Po i madhi Zot neve në këtë jetë nuk na ka sjellë vetëm që të ham, të pim dhe të shumëzohemi dhe një ditë vdesim dhe krijet gjithçka. Jo, vëllezër të dashur. I madhi Allah xhalla shanuhu në këtë jetë na ka sjell neve të gjithëve me një qëllim madhor, me një objektiv shumë të lartë. Dhe këtë objektiv na ka përcaktuar i madhi Zot, që ne në këtë jetë ta njohim Allahun xhalla xhelaluhu, të mësojmë sa më shumë, të lexojmë sa më shumë, të studiojmë sa më shumë në lidhje me fenomenin madhështor që quhet Allah. Dhe të mësojmë emrat e Tij, cilësitë e Tij të bukura, dhe të kuptojmë se çka kërkon i madhi Zot prej neve si antar të gjinisë njerëzore. Thot Allahu në ajetin e lartësuar, Bismillahirrahmanirrahim, Ja eyyuhalladhina amanu, o ju që keni besuar, thot i madhi Zot, se të gjithë njerëzit janë krijesa të Allahut, por i madhi Zot në këtë ajet dhe të ngjashme si ky ajet u drejtohet njerëzve të cilët e besojnë Allahun. Dhe këta kanë një pozitë shumë të lartë tek i madhi Zot. Dhe Allahu i quan me emrin më të bukur, o ju që më keni besuar mua, o ju që keni studiuar, analizuar dhe keni ardhur në konkluzën se unë ekzistoj, sepse për këtë flasin argumentet e mia. Dhe ju, thot i madhi Zot, që më keni besuar, keni obligime në këtë jetë. Obligim i parë dhe shumë i rëndësishëm është ku anfusakum, ruani vetën tuaj, thot Allahu xhalla xhelaluhu. Pra ju keni obligim ndaj vetvetes suaj, që ta ruani vetvetes, që ju të bëni sa më shumë vepra të mira, të bëni aktivitete të mira, me qëllim që unë, thot i madhi Zot, juve t'ju mësoj një jetë të lumtur dhe të rehatshme. Pastaj keni obligime që kanë të bëjnë ndaj Allahut, siç kemi namazin, agjërimin, zeqatin, harxhin, kemi kujdes për halalin gjithmonë, të veprojmë atë që Allahu e ka lejuar. Keni obligime që t'i shmangeni, ta evitoni haramin, atë që i madhi Zot e ka sankcionuar, e ka ndaluar pamëdishje për të mirën tonë. Obligime tjera, thot i madhi Zot, wa ahlikum, ju keni edhe obligime ndaj familjes suaj. Unë nuk u jap rastësisht të familjen i madhi Zot. Unë nuk u jap rastësisht fëmijët e juaj, evladin e juaj, pasardhësit që ju i keni dhe për të cilët ju keni bë investime të mëdha që t'i keni ata, por ju i keni këta pasardhës vetëm nëse do dëshira Allahu xhalla xhelaluhu. Andaj kur unë u jap familjen, u jap edhe përgjegjësi, keni edhe obligime. Wa ahlikum nara, dhe obligimi kryesor që keni ndaj vetes suaj, ndaj familjes suaj është që ju të mbroheni, që ju të ruheni nga zjarri
waquduha an-nas wal hijar, që lën djegse e këtij zjarri që quhet zjarri i xhehenemit do të jenë njerëzit dhe gurët. Alejha malaikatun ghiladun shidad la ya'sun Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. E atë zjarrin thot i madh Zot e mbikëqirin engjuj, melek të cilët janë të rrept e të ashpër që nuk e kundërshtojnë Allahun për asgjë, që ai i urdhron dhe punojnë ata atë që janë të urdhruar nga Allahu xhalla xhelaluhu. Për këtë vëllezër të dashur, pejgamberi alayhi salatu wassalam, që ishte mësuesi i njerëzimit, Muhamedi alayhi salatu wassalam, i cili ishte komentatori i parë i Kur'anit, në thënien që e transmeton Abdullah ibn Umeri, transmetohet se Muhamedi alayhi salatu wassalam ka thënë: kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Al-imam ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyyati, wa rajulun ra'in fi ahli baytihi wa mas'ulun an ra'iyyati, wal mar'atu ra'yatun fi bayti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyyatiha, wal 'abdu ra'in في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته وكلكم راء وكلكم مسؤول عن رعيته. Çka na thon Muhamedi alayhi salatu wassalam në këtë thënie të tij pejgamberike? O njerëz, thot pejgamberi alayhi salam, o ju antar të ummetit tim, secili prej jush e ka një përgjegjësi dhe do të pyetet për përgjegjësinë që ka pasur. Prisi, udhëheci, lideri, imami është përgjegjës për popullin e tij, edhe do të pyetet tek Zoti për përgjegjësinë e tij. Bashkëshorti, krye familjar, i Zoti i shtëpisë është përgjegjës për familjen e tij dhe do të pyetet për familjen e tij. Se si ai ka vendosur raporte me familjen. Ai ka kryer ai obligime që i kanë dhe familjes apo jo? Vazhdon pejgamberi alayhis salam. Vazhdon edukatori i nderuar dhe thot: gruaja, bashkëshortja është përgjegjëse për shtëpinë e burrit të saj dhe për fëmijët e saj dhe do të pyetet për përgjegjësitë e saj. Edhe sklavi, edhe shërbetori është përgjegjës për pasurinë e padronit të tij dhe do të pyetet të pashtu për përgjegjësinë e tij. Për atë përgjegjësi që ka patur, do të jep llogari para Allahu xhalla xhelaluhu. Vazhdon pejgamberi alayhis salam, ashtu siç e filloi këtë thënie, ashtu edhe do ta përfundoi. Pra, thot pejgamberi alayhis salam, secili prej jush është përgjegjës dhe secili prej jush do të jap llogari për përgjegjësinë e tij. Vëllezër të dashur, Allahu xhalla shanuhu është ai i cili krijoi gjithçka për ne. Por ai prej nesh kërkon vetëm një gjë. Ai kërkon prej nesh që ne ta ruajmë emanetin. Emaneti është një gjë shumë e madhe. Emaneti është diçka që e refuzuan edhe qiejt, edhe toka, edhe kodat, edhe malet. Këtë e pranoi njeriu. Emanet është përgjegjësi që ti ke në dorë dhe që duhet të japish hakun asaj përgjegjësi. Dhe për të do të pyetesh para Allahu xhalla xhelaluhu. Emanet, përgjegjësi shumë e madhe janë detyra që i kemi ndaj Zotit, për të cilat duhet kemi kujdes
duhet t'i kryjmë, duhet t'i realizojmë, duhet t'i implementojmë, sepse shumë shpejt do të vjen momenti kur do t'japim llogari për këtë emanet. Do t'japim llogari të dashur besimtar për namazet që nuk i kemi falë. Do t'japim llogari për agjërimin që nuk e kemi kryer. Do t'japim llogari edhe për haramet. Do t'japim llogari edhe për halalet. Njeriu ka përgjegjësi, ka emanet edhe ndaj vendit të tij, ka emanet edhe ndaj vatanit të tij. Duhet të respektoj ligjet që janë pozitive në atë vend ku ai jeton dhe vepron. Dhe nëse ai nuk i respekton ato ligje, ai do të paguan faturën, do të paguan çmimin edhe në këtë botë, por do të paguaj faturën edhe kur të dalim para Allahu xhalla xhelal. Përgjithësi, emanet kemi edhe ndaj familjes. Familja është shtilla më e fuqishme, më e rëndësishme në shoqërinë islame. Andaj kemi kujdes se si veprojmë ndaj familjes sonë. Se si i edukojmë antarët e familjes sonë. Dhe a thua valë, ata i ushqejmë me halal, do të kemi përgjegjësi për Allah. Se si i edukojmë fëmijët në veshmbathje, do të kemi përgjegjësi për Allah. Përgjegjësi shumë të madhe, sipas thënies pejgamberit alayhis salam, do të ketë edhe imami, do të ketë edhe prisi, edhe lideri, edhe udhëheci i një vendi. Ai është personi që populli ja ka besuar gjën më të shenjtë. Ja ka dhënë besimin që ai t'i pri në proceset e kësaj jete. Dhe ai pris që resurset financiare i ndanë në bashkësinë e tij në mënyrë të drejtë, lumë për atë pris, lumë për atë udhëheqës. Për këtë shkak pejgamberi alayhis salam në këtë thënie e përmend imamin në rend të parë, sepse ai është faktor shumë i rëndësishëm që një shoqëri të shkon përpara, po në anën tjetër është faktor edhe që mund ta çon shoqërinë nga e mbrapshta, nga ajo që është negative. Për këtë pejgamberi alayhis salam thotë: "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi, yawma la dhilla illa dhillu al-imam al-'adil." Ai imam, ai lider, ai udhëheqës i cili i ka pri popullit të tij, bashkësisë së tij, me drejtësi, me ndeshmëri, me korrektësi, dhe këtë përgjegjësi e ka konceptuar si emanet, si një deti shumë të shenjtë që ja ka besuar i madhi Zot dhe ka qenë i suksesshëm në kryerjen e këtij misioni, në realizimin e këtij emaneti ashtu siç duhet. Lumë për këtë udhëheqës, lumë për këtë pris, saqë Muhamedi alayhis salam ka thënë në ditën e gjykimit, kur do të dalim para gjykatësit suprem në atë ditë të madhe, 7 grupe prej njerëzve do të jenë të strehuar në hijen e arshit të Allahut. Dhe numër 1 do të jetë ai udhëheqësi i drejtë, ai imami i drejtë, ai lideri i drejtë. Po në anën tjetër, ta shqyqim aspektin tjetër që ka përmend pejgamberi alayhis salam, ai lider, ai udhëheqës i cili ka trajtuar emanetin, ai i cili i ka këshpërdor mjetet financiare, resurset financiare dhe nuk i ka ndarë në mënyrë të drejtë, por i ka këshpërdor, ka bërë përfitime që ati nuk i kanë takuar ato përfitime. Ai thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, do të jetë prej të parëve i cili do të futet në zjarrin e xhehenemit. Këtë ka thënë pejgamberi alayhis salam, al-amirul mutasallit, pra prej të parëve që do të jetë i nënçmuar, prej të parëve i cili do të futet në xhehenem me nënçmim, do të jetë ai lideri i cili e ka keqpërdorur funksionin e tij, do të jetë ai pris i cili e ka trajtuar emanetin e tij.
Vëllezër të dashur, pris është edhe ai person i cili udhëheq di apo më tepër person. Pris, imam, është edhe ai i cili i prin xhamatit në xhaminë e vet. Edhe ai do të jep përgjegjësi përpara Allahut xhalla xhelaluhu. Pris është edhe mësuesi para nxënësve të vet. Edhe ai do të pyetet se si e ka zhvilluar ai procesin edukativ arsimor. Edhe ai do të pyetet para Allahut se si ka vlerësuar nxënësit e tij. Pris, udhëheqës është edhe ai krye familjari. Edhe ai do të pyetet para Allahut xhalla xhelaluhu për përgjegjësinë e tij. Përgjegjësi ka edhe bashkëshortja në shtëpinë e saj, në shtëpinë e burrit të saj. Edhe ajo do të pyetet se si e ka kryer përgjegjësinë e saj. Edhe ajo do të pyetet se a thua vallë ajo edukoi fëmijën e saj, djalin e saj, vajzën e saj, ashtu siç duhet, apo i frymëzon të fëmijët nga ajo që është negative dhe e mbrapsht. Kemi edhe shumë prej nënave që sot me të drejtë, edhe pse i madhi Zot atyre u ka dhënë fëmijë, por ata nuk meritojnë të quhen nëna. Për këtë pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë: "Al jannatu tahta aqdami ummahatikum." Xheneti juaj, o ju antar të ummetit tim, është nën këmbët e nënave të juaj. Nuk i përmendi këtu pejgamberi alayhis salam gratë, por tha nënat e juaja, sepse ka shumë gra që i madhi Zot u ka dhënë evlat, fëmijë, por ata nuk meritojnë të quhen nëna, sepse nuk e kanë kryer obligimin, nuk e kanë kryer përgjegjësinë që i madhi Zot u ka dhënë atyre që ata të jenë një edukatore e vërtet e fëmijët të saj, që fëmijën e saj ta mësoj, ta edukoj, ta frymëzoj, ta mësoj Allahun, fjalët e Allahut dhe porositë e ndritshme të Muhammedit alayhi salatu wassalam. Me të vërtet janë në një situatë të vështirë ata fëmijë që janë të privuar nga nëna, që nuk i kanë nënat e tyre. Këta nëna që ata nuk i kanë, nuk mund t'i kompenzoj askush. Po në anën tjetër, ata fëmijë që i kanë nënat e tyre, ata duhet kenë kujdes ata nëna që fëmijët e tyre t'i trajtojnë si një emanet që i kanë ndaj Allahut dhe nuk guxojnë që ta trajtojnë emanetin që ka dhënë i madh Zot. Vëllezër të dashur, besimtar të respektuar, pejgamberi alayhi salatu wassalam prindërve u ka bërë me dije në një thënie të tij pejgamberik, duke u thënë: mësoni fëmijët e juaj që të falin namaz, që ta mësojnë namaz, duke qenë fëmijët në moshën 7 vjeçare. E nëse ata kur arrin moshën 10 vjeçare nuk e kryejnë namazin, atëherë prindërit le t'i qortojnë ata, thot Muhamedi alayhis salatu wassalam. Dhe në anën tjetër kemi shumë prindë që nuk ja vën veshin kësaj porosie të ndryshme të Muhamedit alayhis salam, që nuk e ka mësuar fëmijën e vet në namaz prej moshës së vegjëlis, që nuk e ka mësuar fëmijën e vet me agjërim prej moshës së vegjëlis, dhe kur fëmiu i bën 15 vjet e më tepër, ai pastaj nuk zbaton namazin, ai pastaj nuk implementon agjërimin, dhe do të jetë e kotë nëse në këtë moshë prindi bën tentativa që fëmiu i tij të trajtohet në rrugë të Zotit, dhe normalisht që nuk do të ketë sukses. Dhe pastaj prindri arsyetohet dhe thotë: çka të bëj unë? Nuk kam në dorë asgjë. Jo, prind i dashur dhe respektuar, ti e trajtove emanetin,
kur ti kishe në dorë gjithë qka, nuk e kryve obligimin që e kishe. Nuk e realizove përgjegjësinë që e kishe. Ku thot Muhamedi alayhi salatu wassalam, prindrit ndaj fëmijëve të tyre, deri në moshën 7 vjeçare, duhet të ofrojnë përkthjelje, përqafime. Prej moshës 7 vjeçare deri 14 vjeçare, duhet të merren me edukimin e fëmijëve të tyre. Të japin edukat fëmijëve të tyre. Sepse është momenti më i përshtatshëm. Dhe prej moshës 14 vjeçare e deri sa fëmijët të martohen, prindri duhet krijojë një raport shumë të afërt me fëmijën e tij, me djalin e tij apo vajzën e tij, dhe ata duhet t'i konsiderojë sikur me qenë shok apo shoqe të tyre. Andaj vëllezër të dashur, ne duhet ta bëjmë punën tonë. Pra prindrit duhet t'i kryjnë këto përgjegjësi. E nëse fëmiu merr nga e mbrapshta, prindi do të jetë i pastër para Allahu xhalla xhelaluhu. Andaj ne në këtë drejtim, vëllezër të dashur, duhet kemi kujdes se si veprojmë në këtë jetë kalimtar. Se me të vërtet emaneti ka një rëndësi shumë të madhe në fenë e pastër islam. Këtë do ta ilustrojmë me një shembull nga jeta e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Kishte shumë njerëz në kohën e profetit alayhi salatu wassalam, të cilët ishin bari. Dhe ata ndëgjuan për islam, për fenë e Allah. Ndëgjuan për Muhamedit alayhi salatu wassalam. Dhe shprehen nga dëshmërinë e tyre që ta pranojnë islam. Dhe kemi raste të tilla ku një bari delesh erdhi pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe i tha: o i dërguari i Allahut, unë kam vendosur që ta shpreh shahadetin para teje. Kam dëshirë që të kaloj në islam. Dhe ai erdhi pejgamberi alayhi salam me tufën e dele. Dhe i thot Muhamedit alayhi salam: këto dele janë të ati pa besimtar. Si t'ja bëj, o i dërguari i Allahut? Pyeste bariu. Çfarë përgjigje i jep Muhamedi alayhi salatu wassalam? O ti nderuar, o ti bari i respektuar, qoj delet të pronari i tyre, dorzoja ati, se është pasuria e ty, pastaj eja të kun dhe do të deklarosh shahadetin. Mirë po, ki bari i thot Muhamedi alayhis salam: unë nëse ja dërgoj delet pronarit tim, dhe ai kur do të dëgjoj se unë kam kaluar në islam, kam frikë se mund të më vras. Pejgamberi alayhis salam përgjigjet dhe thot: do të marrish tufën e delet dhe do t'i afrosh delet tek shtëpia e pronarit, dhe më njëherë pastaj do kthehesh tek unë dhe do ta shqiptosh shahadetin. Ja pra, vëllezër të dashur, nga kjo kuptojmë se sa rëndësi të madhe pejgamberi alayhi salatu wassalam i jepte emanetet dhe i këshillonte ummetin e tij që të kenë kujdes dhe t'i ruajnë emanetet e tyre dhe t'i kryjnë të gjitha obligimet që i kanë në këtë jetë, sepse për të njëjtat do t'japim llogari para Allahu xhalla xhelal. Andaj vëllezër të dashur, nga këto ajete kuranore, nga kjo thënie e pejgamberit alayhis salatu wassalam, ne kuptojmë se çdo njeri në këtë botë ka përgjegjësitë e tij, i ka obligimet e tij, dhe mos mashtrohet dikush se unë në këtë jetë
nuk kanë përgjithësi. Unë vetëm duhet të haj, të pi, të knaqem dhe një ditë do vdes dhe të përfundoj gjithë shka me mu. Jo, vëllezër të dashur. I madhi Zot në Kur'anin Adhimushan na e bën me dije se ne kemi ardhur këtë botë me dëshirën e Allahut. Dhe do vjen momenti ku ne do të kthehemi tek Allahu. Po një gjë duhet të mbajmë mend, ashtu siç thot Allahu në Kur'an, Bismillahirrahmanirrahim, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. A mendoni ju o njerëz se unë u krijova juve për së koti dhe se ju nuk do të ktheheni tek unë? Jo, asesi. Unë në këtë jetë të madhi Zot u krijova me qëllim të caktuar që ju t'i krijini obligimet, që ju t'i krijini përgjegjësitë që i keni në këtë botë dhe të jeni të bindur se shumë shpejt do të vjen momenti që ju do të ktheheni tek unë, edhe pse shumë njerëz nuk do të kenë dëshirë që të kthehen tek Allahu, por dëshirat e tyre nuk do të merren parasysh në asnjë farë mënyre, sepse kur vjen momenti i xhelit nuk ka kthim të mbas. Nuk mund që ky moment të vënohet as një sekond, por nuk mund të vjen edhe një sekond përpara. Andaj vëllezër të dashur, nga ky diskutim që ne e zhvilluam brenda këtyre minutave, konkluza e kësaj teme është se të gjithë njerëzit në këtë jetë i kanë përgjegjësitë e tyre, i kanë obligimet e tyre, dhe të njëjtat duhet t'i kryjnë, të njëjtat duhet t'i realizojnë me ndershmërinë më të madhe, sepse do të vjen momenti që ata do të merren në llogaridhënie para Allahu xhalla xhelaluhu. Dhe është i madhi Zot që ne obligimet tona në këtë jetë t'i kryjmë ashtu siç duhet, duke patur për qëllim kënaqësinë e Allahu xhalla xhelaluhu, dhe inshallah Allahu neve të na bën njerëz të përgjithshëm që obligimet do t'i kryjmë ashtu siç duhet. Dhe është i madhi Zot që neve të na bën për atyre që emanetet do t'i ruajmë në këtë jetë dhe do t'i zbatojmë në jetën tonë përditshme, dhe është i madhi Zot që neve mos na bën prej asaj grupe të njerëzve të cilët i trajtojnë emanetet e tyre. Lutim Allahun xhaleshanuhu ashtu siç ka bashkuar në këtë vend të bekuar, dhe është i madhi Zot që të na bashkojë edhe në xhenetet e tij të larta. Lillahi al-Fatiha.